5 arsye të forta pse duhet të hani bukë të thekur çdo ditë. Buka e thekur është pjesë e pandashme e një mëngjesi të shijshëm dhe të shëndetshëm. Ajo shijon shumë nëse lyhet me pak gjalpë të shkrirë ose akoma më mirë me vaj ulliri. Por vlerat e bukës së thekur shkojnë nëpër te shijes së mirë ose shumë fishohen pikërisht gjatë thekjes. Sipas të dhënave, buka e thekur ka dy vlera të mëdha për njerëzit që vuajnë nga luhati dhe sheqeri. Ajo ul indeksin e glicemisë në sasinë e yndyrnave tek buka. Normalisht, njerëzit që vuajnë nga sheqeri i lartë ose ato që përpiqen të bien në peshë nuk duhet të konsumojnë më shumë bukë, por gjatë thekjes indeksi i glicemisë do të ulet ndjeshëm. Buka e thekur është e mirë për të mbajtur konstant nivelin e yndyrnave, për të përmirësuar tretjen, për të sjellë më shumë energji dhe për të larguar gjithashtu edhe të përzierat. Vëmendje. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj